Do mbar vendin ekipet mjekëligjore ndërkombëtare e vendore, do nisnin gjurmimi për të vdekurit dhe për të zbardhur fatin e të pagjeturve. O Zot që po të lutë, në ti kofshin falgjë në shone, huru me metë. Kur i sa t'jem gjallë, unë nuk më me harru. Në ditët e para të pas luftës, 6500 persona do të figuronin si të zhdukur nga lufta e Kosovës. Do mbar vendin ekipet mjekëligjore ndërkombëtare e vendore, do nisnin gjurmimi për të vdekurit dhe për të zbardhur fatin e të pagjeturve. Në atë kohë, qindra njerëz ishin në Buzhdë dhe kjo kishte rritur shpresat për familjarët. Në ndërkohë në terren, çdo ditë më shumë po dilin në sipërfaqe pasojat e krimit. Në zonën e Dugaxhinit familjarët u mbajtën me shpresën për vite me radhë, me premtimet se familjarët mund të jenë ende gjallë. E për të tjerët, trauma ishte e përditshme. Thirrjet për të identifikuar trupat apo mbetjet ishin një traumë e rëndë e cila u përjetua çdo ditë që nga përfundimi i pas luftës. Kur më kam qunë kapellë Gjakov, kom thonë, o bre, o lemnin kërë bre që të kom gjitë me 2 durët. Thash o lëshëm një bre, veç 5 minuta të marë frymë, se më qej shpirti. Edhe më ka lëshu, s'ma kanë qelë dere një mi, kom thonë, o Zot që po të lutë, në ti kofshin falgjë në shone, hu rumi metë, veç metë rumi. Edhe nëse është rumi metë. Edhe jo më hi ujdeqt, kom këqyrë në parafta, s'ka tesha ti, sënë në gjatë teshat të ti që ka pas vesh, që 26 vjetë sënë në gjatë teshat të ti që mi ka pas vesh djali. Kur i sa t'jem gjallë, unë nuk më me harru, se e kom pas djali, po e kom pas edhe shak. Po, bëj fotografit ati djalit s'kam, djali nipit, a me këta 2 po i kam foto, 2 bashkë. Boj bajram me fotografi djallit, ma bojnë shumë herë me burra, po bo bajram, thasho edhe me burra, po djallit ma ka shku mu zemë, në të s'kam që me bosën, djallit, po.